Keni këmbët të ftohta, mund të vuani nga këto shqetësime. Shumë prej nesh e kanë provuar të paktën një herë në jetë ndjesinë të pasurit këmbët të ftohta. Ndryshime në temperaturën e gjymtyrëve, shëndeti dhe stili i jetesës janë disa prej shkaktarëve kryesor të akullnajave në këmbë. Në këtë video do të mësoni disa nga shkaqet mjekësore të këmbëve të ftohta, por edhe receta natyrale për më shumë ngrohtësi. Ndjesia e të ftohtë në këmbë është një nga reagimet normale të trupit ndaj temperaturave të ulta. Kur trupi futet në një zonë të ftohtë, enët e gjakut në këmbë dhe në duar shtrëngohen dhe paksohet qarkullimi i gjakut në këto zona. Këmbët dhe duart ndodhen shumë larg nga organet jetësore, ndaj një qarkullim i pakët i gjakut drejt tyre ruan ngrohtësinë dhe qarkullimin në zonat më të rëndësishme. Me kalimin e kohës, qarkullimi i mangët i gjakut shkakton mungesë të oksigjenit, gjë që shkakton mavjosje të gishtë-rinjve. Zakonisht një simptom e tillë është e përkohshme e trupit nëse nis dhe ngrohet. Prandaj ato mund të lidhen me stresin, ankthin dhe problemet e qarkullimit të dobët.